36 javë vërtet të luftuara me garë deri në momentet e fundit, një garë e bukur e cila ka prodhuar dhe një klasifikim besoj shumë të merituar për të 10 skuadrat pjesëmarrëse. Dhe duke qenë në fundin e kësaj gare, unë fillimisht do doja t'i falenderoja futbollistët për kontributin gjatë këtij edicioni, për emocionet që kanë dhuruar për gjithë spektatorët në shkallët e stadiumeve dhe në ekranet e radio televizionit shqiptar. Do të falenderoj patjetër drejtuesit e klubeve dhe stafet teknike dhe të uroja ekipeve që tani janë në fazën finale të kampionatit, 4 skuadrat, të uroj një sa më shumë performancë pozitive, spektakël dhe dalin 4 kampion. 4 është e pamundur, njëri do dali kampion, ky është futbolli, por gjithsesi ajo që duhet fitojë më shumë është loja dhe emocione sa më shumë për ne që do ta shijojmë atë. Si bie këto dy presidentët që mungon sot, i bie me dalë finale? Në fakt në finale dalin stafet edhe futbollistët, por presidentët kontribuojnë goxha për të arritur deri në këtë pikë. E rëndësishme është që të performojnë skuadrat në fushë. Do me thënë, kjo skemë kampionati është e diskutuar dhe pikërisht për këtë mendoj për atë që ka mund të kritikohet është edhe akoma më e bukur, sepse na jep më shumë emocion, askush nuk e din se kush do dali kampion nga këto 4 skuadra, pra na mban më gjatë duke shijuar futboll deri në ditët e para të verës. Ne duhet ta shijojmë tani këtë Final Four, duhet shijojmë spektaklin që do dhurojnë skuadrat, duhet shohim rezultatet e saj dhe pastaj të vazhdojmë për edicionin tjetër çdo gjë gati. A mund të lutem president, mund të jetë e njëjta gjë si vjet, do ketë arbitër tuaj në finale? Në fakt, kjo është një gjë që shumë diskutohet në klubet shqiptare, por jo vetëm, sepse vërtet edhe gjykimi është një faktor apo komponent i rëndësishëm i garës. Unë jam shumë i bindur edhe që arbitrat, gjykimi në Shqipëri është në nivelin maksimal dhe nuk i përgjigjet nivelit futbollit shqiptar mbase edhe më shumë se ta, dhe këtë e tregon dhe kontributi i gjyqtarëve shqiptar, arbitrave shqiptar në kompeticionet europiane deri në fazat e grupeve të kompeticioneve europiane apo të ekipeve kombëtare. Tani në Final Four do të gjykojnë 4 gjyqtarët e FIFA-s që ne kemi. Në të 4 do jenë në dispozicion në gjysmën finalen e parë, nëpërmjet shortit do të përcaktohet njëri dhe ai që do të gjykojë ndeshjen e parë nuk do të jetë në shortin e gjysmëfinales 2, kështu që gjysmëfinalen e 2 por nëpërmjet shortit do ta gjykojë një tjetër gjyqtar i FIFA-s dhe tjerë do jenë sot duhen 7 gjyqtarë për një ndeshje futbolli do të jenë në pozicione të tjera, pra gjyqtarët më të mirë shqiptar. Ndërsa në finale ne kemi ftuar një nga arbitrat më të mirë të globit, polakun Mashenjak, i cili do gjykojë ndeshjen finale për të pasur sa më pak aludime për fituesin.